kur njeriu e sheh madhështinë e jetës vet, bukurinë e saj dhe që e ka në vete, e gjithë dhuntitë, dhuratat që ka brenda, e gjithë talën që i premton asajna, edhe pafundësinë e mira që ka jeta jonë, fillon me u vetëdijshua se në çfarë natyrët është i thirrur me marrë pjesë në vetë. Edhe fillon ta kujdesi i bashkës për mirën që janë dhënë, një janë shka shpirite që madhë, edhe dy janë shka përgjësi madhë, a përgjësi shumë e madhë. Sot jenë thirrur me depërtua njohurit e të mirës, edhe në Ungjillë dhe leximin e parë, edhe leximin e dytë dhe në Ungjillë. Jenë thirrur me depërtua që me misterin e të mirës që ne era në thënë dhe të kam mbuluar, pavarësisht prej dijes që kena, se na jemi thirrur me dijes, pavarësisht se sajnë me skene. Sepse ka e konfuzata na që unë duhet, jo na që unë duhet të një thirrur me ditë dhe një. Sepse sa ma shumë njëri një vetë, dhe me thana që vetë dishen. E sa ma shumë që jemë të dishen me njërë të qka, aq ma shumë të qka të gjeshme, dhe të ma të qka. Sa ma shumë që njërë në atyre tonë dhe burimin e saj njëre, na i gjeshme në asajna, si me thanë i gjeshme në kuptimin e plotë. Jo vetëm se i gjeshme, sepse kjo në gjeshme vjen prej një qëndrimi mujarë që fitohet prej ti i me njohë të qka. Se të janë nga e tushme, për shpesojnë. Thotë fortidash ku të e që rishti, të njallë prej të dekurve, nga trupu i Davidis, si pas në Ungjilli që të predikoj. Pra kujtoj e që rishti, kujtoj atë që vinë. Kujtoj e që rishti, nga trupu i Davidit, ai që ka arritur prej fisit Davidit, më thënë që vjen prej një farë rjolloje, premtimeshe, zbudimeshe, dijesh që vazhdimisht ata në popullin me ditë, për këtë popull hebrej është i rëndësishëm për këtë krishterë, por për ta në botën, mos harroni pavarësisht se çka të ndodh sot, dhe që janë të ndërrua, a një popull që mbarë në trashëgimi që na vazhdimisht pim prej kësaj trashëgimi e ujnë e gjallë tjesë. Si me thanë, është një popull që mbarë në jetim shumë të madhë dhe shkarosën dhe të djallë. A djallë
i kam forme i që çdo ditë ka shkruaj çdo ditë, çdo 2-3 muaj ose çdo vit, që më thënë 2-3 herë në ditë ka hyrë ai fikon. Edhe i thonë si njësh, te me këtë që ka kalën. Thot kam njështë në kultura që ma mira me i pari në tonë në Paris, se në tyra të shakit e fjërë. Edhe tha me kojë zotin me gjithë znajnëve, se këtë proces që jam të kaluare, atë më me i lojë zotin e më këtëri se për ndryshe. Edhe jam të i kërku zotit falje dhe për atë mëkatët, që kam pranuar mësën e vazhdimisht, dhe tash kam të komitua të mëkatët, e jam të rëfyrë për atë mëkatët që kam rëfyrë komitën të tënë. Nuk kam thënë të shri, do njerëz dhe se, si e thëmë shpesh, tanë jeta njëronë, ashtë për me mujë me kuptuar me ufyrë një e njërë. Cupi ka fituar për një orë, cupi ka me tja, që i thotë këti cupi tjetër, në meritojme që për në mëne, në shka po më shëra, thjesht të janë tjeti, që më kalu më kanë në të zezët, më mëjë në lorë, se kam kanë amin, kam kanë amin, po tje më kështë të më shëra, kështë të ka, po sa i të shkësora ashtë, për zëtët që kam më shëra, edhe e me në ashtë të për zëtët, për zëtët që ka sajnë, për zëtët që ka më shëra, që shkëmë më shëra. Po në majtë namin, këna në bullin e më kjallë në bullin e shëra, ashtë në ka, që vazhdimisht një në hanë, prej se Krishti, dhe në madhë vendishëm, se prej lidhën shpetuar e se i këtë kumë të fjallë të herë. E mos vendija, mos milionja shkalla më lartë e arsyes, si në me thënë milionja a shkalla më lartë e vendijës, consciousness, me di që ati ku shka pa për ty. Për këtë shpesh me në kona, s'ka me s'mune në s'dijes, jame se më dhune, pretendoj shumë, se më di që hanon në ne, që ma pati ku shkërme. Më di, e zotit në nama, të di që për një dhe të malë që i pa për për me. Kam shkëtuar. Ja që i ka shkëtuar zotit, që amane, atë që i ka shkëtuar zotit, këthane se këtë, kur e batha, shkojnë për aqim për filme, e ndodhë që në sako shkojnë u pastrujnë, njani për të si pas u shash, u këthyve duke në ndërruar për i me zanë malë, duke zërë se një tjerë, që na lasë këtë një shmëtuar për ishta. Ja zanë në nësire, të thonë primen. Ratë bësh për akamë për Jezusit e falenderojnë. Namai si janë thot, nuk të adhurojnë të zot tjetër, kur ashtu shkruar për Gregusë. Të dy janë të huaj, nuk janë njerëz që na do thonë, të dy as janë nuk kanë të pazur. Po thonë ata me fjalë tjera. Janë dy njerëz pa pazur, që janë shkruar për Jezusin, e kanë ardhur kishën në raport nës. Ai keni një efekt që janë sa. Njerëz që kanë ka 40 kisha. Musliman pagan të dhije, të fejë në moshtë tjetë, që të në moshtë madhe, nuk i shkë matur mes i ditë kishë. Për di shkojnë, e javë në zotin të di, vëshë, me adhuru zotin. Nuk ka zot tjetër, se s'ka zot tjetër, kush ka zot tjetër, ja të qenë ma shumë kohë e të do shumë. Muj me kanë pushtetë, muj me kanë dëshira, muj me kanë armija, muj me kanë pasurit, muj me kanë i punë në jotja, qëka dhe muj me kanë, qëka t'i lapës ma shumë kohë, e të ma shumë, dhe t'i lasë ma shumë, e në zotë ju. Kurse në amani zotja, e ka
Because you have been just looked at Thank God to move as a body here. But that's also like a decent traffic problem. Yes. So, one more word. And today's reading we see that gratitude is the highest level of conscience. Who is the supreme good, the fountain of life, and word about my salvation, the fountain of salvation, which brings to me a very deep state of life, to be conscious what did happen to me. I am a real sinner and a weak man, and I am poisoned with such things that I will never reach the kingdom of God. But that is healed by Jesus Christ, my Savior, through his death and resurrection. He gives his blood is that injection that goes in my blood and heal me from being poisoned. Every good thing that Christ does to our lives, he does it to let us know he still wants to come after us. This is the gospel that St. Paul is telling Timothy, hey, know Jesus from the gospel that I preach. He is a good shepherd. He goes after his people and they know what happened with them, so they can come back and worship, having the right faith. We don't have the right faith. God knows what kind of God we have made in our heads. And your mom and dads are so good, but you gotta learn your faith the way Christ wants you to learn your faith. Many of our people doesn't know our faith that good. I feel bad to say that. I feel bad. They know some bad and some good things, but faith, sometimes they don't. I ask my parents and my people, what is the Holy Trinity? This is God. When you ask them what is the Holy Trinity and how that works and how it is, I mean, they have no idea about that. They got the Father, the Son, and the Spirit, but how they work in the life of salvation, you gotta know faith. Because by knowing faith, you know your happened. What the Father did for us, how he sent his Son to our life, and he became a part of our life, every single second of our life. And the Holy Spirit is trying to open our hearts so we can know Christ and imitate Christ, be like Christ, because that's how we will happen. It's like, what am I doing? I was sharing last night with somebody who said, imagine the last day you lived 70 years and you run totally the wrong way, working and living and doing all you can just to make it somewhere, and you have gone the wrong direction. These people are going the wrong direction. But the man who did not have the faith they had, for example, he didn't trust in God at all. He saw who did heal him. He went back and worshipped. And not just back and worshipped this man. The tradition of the church said that this man did serve Christ. And he became a student of Christ and served him for the rest of his life. So people that they just experience the goodness and go away, and they're on life to whatever they were doing. Salvation is mystery. They never are thankful for the goodness of God. Because having gratitude, being thankful, that means to have understand what happened with you, who you are, how you made, and what happened with your nature. And with our nature happened that Christ hath put in our bones and our flesh
Jesus laying down his life here, in that kind of act, it tells that he's giving Christ everything of his life. Here you have it. You're well given.